Armëpushimi në Gaza u bë, por vetëm në letër. 46 fëmijë palestinez u vranë nga ushtria izraelite, që nga koha kur u arret ujdia Izrael-Hamas në tetor të këtij viti. Garantuese zbatimit të së cilës ishte Amerika. Numri viktimave bëhet më i madh, 279, kur përfshihen edhe të rriturit, teksa numri të plagosurve është 652, thonë autoritetet shëndetësore në Gaza. Izraeli deri tash ka shkelur rreth 400 herë armëpushimin. Së fundi, në një takim mes presidentit amerikan Donald Trump dhe princit të Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, në shtëpinë e bardhë, u diskutua mundësia e zgjidhjes përmes formimit të shtetit të Palestinës. We want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. Lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 69.546 palestinez dhe ka plagosur 170.833 të tjerë që nga tetori 2023. Shënjestër.net